Mirë, shikues të nderuar, ju përshëndes. Ja ku po ritakojemi këtu në TikTok si çdo të martë edhe të shtunë, së bashku me kolegen time Griselda Zendeli. Griselda, të përshëndes. Për çfarë do të flasim sot? Do të flasim për zgjedhjet, fushatën për zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut edhe pak ndoshta edhe për situatën e Kosovës. Do të ndjekim insertin, Griselda, dhe menjëherë do të prezantojmë edhe të ftuarin. Partitë politike në garë për zgjedhjet lokale të 19 tetorit kanë kohë dhe 16 ditë për të takuar qytetarët dhe për t'i bindur ata t'i japin votën. Në këtë garë që i ngjan më shumë një provë gjenerale për zgjedhjet e përgjithshme në vend, po për të mbi 20 subjekte politike, një tentativë për të marrë pjesë së jashtme në këtë zhvillim elektoral e bën edhe vetëvendosja e Albin Kurtit. Për Kurtin kjo nuk është hera e parë që do të zgjerohet në rajon me ndikimin e saj, njëjtë si me tentativën e dështuar për të hapur një deg të partisë së tij në Tiranë. Edhe pse ka zgjedhje lokale më 12 tetor në Kosovë dhe më shumë gjasa zgjedhje të reja të parakohshme pas dështimit për formimin e qeverisë së re, vetëvendosja ka dalë sërish në përkrahje të koalicionit Vlen në Maqedoni të Veriut. Ka qenë ushtruesi i detyrës së ministrit të mjedisit në Kosovë, Hysén Durmishi, që të martën mbrëmja në një tubim të këtij koalicioni ka dhënë mbështetjen për njërin krah të shqiptarëve në Maqedoni, koalicionin Vlen, në bashkëvërisje me kryeministrin nga VMRO DPMNE, Hristian Mickoski. Kampi tjetër shqiptarëve përfaqësohet nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, me në krye BDI e Ali Ahmetit dhe aleatët. Ky koalicion e hapi fushatën 2 ditë më parë, ku nuk kaloi pa koment fjalimi i Ahmetit, me simbolika si ajo e shqiponjave apo zagarve. Mirë, jemi rikthyer sërish tani, jemi gati të prezantojmë edhe të ftuarin ton. Kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Maqedonia e Veriut, zotin Bekim Adili, publicist dhe analist. Zoti Adili, shumë kënaqësi që jemi sërish së bashku. Gjithashtu, faleminderit juve për ftesën e për kujdesin. Kënaqësi, zoti Adili. Mirë, lëvizja vetëvendosje nga Kosova duket se po përfshihet tashmë edhe në Maqedoninë e Veriut, po nuk është rasti i parë, është përfshirë edhe më herët në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Si e shihni ju dhe si prisni të ndikojë mbështetja e zotit Kurti, po themi tek koalicioni Vlen dhe tek zgjedhjet në përgjithësi, të zgjedhjet vendore? Në zgjedhjet parlamentare, ndikimi i vetëvendosjes dhe i zotit Kurti padyshim ka qenë më i madh, mos të them përcaktues në konsolidimin e asaj që u quajt atëherë koalicioni Vlen. Por aktualisht, përderisa ballafaqimet e tij janë shumë të mëdha, të forta rreth çështjes së Kosovës, e cila ka ngel pa institucionet bazike, them se kësaj radhe ndikimi i tij mund të jetë më i zbet, gjithsesi padyshim nuk mund të mos ta marrim në konsiderat. Ajo çfarë unë dua të them në këtë rast është se politika e Prishtinës dhe e Tiranës, gjithmonë e kam thënë dhe vazhdoj ta potencoj, duhet të ndikojnë për të unifikuar faktorin politik shqiptar këtu dhe jo për të përçarë. Në qoftë se zoti Kurti ka një tentativë për të tërhequr një lloj paralelizmi me atë çfarë vepron Vučići në rajonin ton, unë them se nuk e ka këtë komoditet zoti Kurti që të ketë atë ndikim tek shqiptarët në rajon që ka Vučići tek serbët në rajon. Andaj në qoftë se tendenca ka qenë që në qoftë se Vučić përpiqet që të instalojë botën serbe në Maqedoni, nga ana tjetër zoti Kurti që të instaloj frymën e atij të vetëvendosjes në Maqedoninë e Veriut. Por kjo nuk mund të realizohet, unë mendoj, me këtë konfiguracion politik që ka koalicioni Vlen. Për faktin se janë lider të cilët kanë dalë shumica nga BDI dhe në kontekst të asaj çfarë quhet kauz kombëtare, realisht primatin dhe vazhdon që të mbajë flamurin në këtë kontekst Ali Ahmeti, të cilit është e vështirë që ti konkurosh në kontekst të një kauze kombëtare këtu në tre vatonat shqiptarëve në Maqedoni. Meqense e latë se Ali Ahmeti, aty dua ta vazhdoj dhe unë, si e analizoni ju fjalimin e zotit Ahmeti në hapjen e fushatës së AKI-s me simbolat të forta për hir të së vërtetës, si shqiponjat, zagarët, ishte thjesht retorik zgjedhore apo mesazh për rivalet politik dhe për opinionin ndërkombëtar? Si e analizoni ju? Unë si thosh në atë qasjen e parë, realisht jo vetëm unë, por shumë shqiptar nuk ishim mësuar që të ndëgjohëm nga Ali Ahmeti të artikulohen
si thua qëndrime të kësaj natyre që përmbajnë atë dozën e përbuzjes apo fyrjes ndaj kundërshtarëve. Kjo nuk ka ekzistuar më përpara dhe ishte hera e parë që artikuloheshte një qëndrim i kësaj natyre nga Ali Ahmeti. Por atë çfarë ai ka sqaruar, pastaj si thua është zbardhur kjo lloj deklarate në kuptim të një arsyetimi të një natyre tjetër. Pra ka qenë një mesazh i koduar dhe për Mickovskin dhe për faktorin ndërkombëtar. Dhe këtë ka sqaruar vetë zoti Ahmeti duke quajtur zagar njerëzit të cilët kanë përgatitur këto raporte, të cilat i kanë dërguar edhe në për ambasadat e huaja dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Bashkimin Evropian dhe në NATO, se BDI është ajo çfarë synon të destabilizoj Maqedoninë e Veriut përmes disa akteve të cilat të shkojnë deri në eliminim të figurave politike. Pra të këtilla kanë qenë raportet, shumë shqetësuese dhe padyshim të frikshme që nuk përputhen me realitetin në cilin ne ndodhemi këtu. Në kuptim të kësaj pra kanë qenë të artikuluara të lloj qëndrimesh të cilat u morën si fyese nga kampi tjetër shqiptar. Pra zoti Ahmeti e ka sqaruar këtë situatë që për zagarët e ka fjalën për ato që kanë përgatitur raporte të rrënjshme të sajuara me qëllim që të identifikojnë nesër për çfarë do lloj eksesi BDI-n apo shqiptarët. Dhe ky mesazh i koduar më shumë me sa duket i është drejtuar Mickovskit dhe faktorit ndërkombëtar si një formë alarmi se sa realisht kampit tjetër politik shqiptar, për faktin se zoti Ahmeti gjithmonë ka bërë thirrje për unitet. Edhe slogani i hapjes së konventës ishte bashkë dhe përderisa ti e ke si thua atë lloj motoje, nuk mund domethënë që të fyesh tjetrin përderisa kërkon që të bashkohemi rreth asaj çfarë quhet për të ruajtur apo për të mbrojtur këto të arritura që lidhen me marrëveshjen e Orit. Andaj mendoj se kjo tërheqja apo sqarimi i zotit Ahmeti mendoj se ka relaksuar pak më shumë situatën në këtë kontekst. Zoti Adili, nga ana tjetër, sa vendimtare do të jenë këtu edhe komunat e Shkupit pranë në këtë garë, duke qenë se Shkupi vetë ka 10 komuna dhe nga ana tjetër është edhe zemra politike e vendit. A pritet këtu të përcaktohet ndërkaq dhe fituesi real i garës pra mes BDI-s edhe Vlen? Mes BDI-s dhe Vlen, po padyshim është njëra nga komunat e Shkupit që quhet Çajiri, aty ku është fokusuar një betejë e madhe mes dy protagonistëve deri dje bashkëkohëtar në politikë në BDI, pra Izet Mexhitit, i cili kthehet nga pozicioni i zëvendës kryeministrit, po prapë domethënë ngaron në komunën në të cilën ka qenë 2 herë kryetar i asaj komune në kohën e BDI-s, dhe nga ana tjetër është një personalitet tjetër i cili ka një profil realisht të një politikani i cili është i shquar dhe ka prezantuar në shumë nivele Maqedoninë, në herën e fundit në atë të diplomacisë së jashtme që quhet Bujar Osmani. Pra këtu është e fokusuar realisht një betejë, një ballafaqim i cili mund të përcaktojë rrjedhat edhe të koalicionit Vlen, jo vetëm të BDI-s, edhe Tetova gjithashtu. Pra janë 2 qendra, 2 bashki të mëdha, 2 komuna të cilat mendohet që mund të jetë përcaktuese fati asaj çfarë quhet koalicioni Vlen. Për faktin se në të 2 këto bashki konkurrojnë 2 lider, do të thosha, të Vlenit. Është Bilal Kasami, Lëvizjes Besa në Tetov, dhe Izet Mexhiti, i Lidhjes Demokratike, deri dje pjesëtar i Bashkimit Demokratik në Çajir, që ka një strukturë edhe të kësaj force politike nga e cila doli, jo pa ndikim të vogël, andaj dhe ballafaqimi në këto 2 komuna do të jetë i madh. Përse e them këtë? Se mund të jetë përcaktues. Nëse supozohem, po të humbasi njëri nga këto, pra do të paraqitet një lloj situate në atë koalicionin në Vlen se kujt do t'i takoj primati për të qenë të nesërmen lider, nëse ky koalicion do të qëndrohet në një subjekt si që kanë premtuar ato. Pra, po ta shofish holl në Rogos që quhet ajo, kemi edhe një betejë të mbrëmshme tek Vleni, se
do të përcaktohet edhe fati I këtij koalicioni, por edhe leadershipi, nëse njëri nga këto do të humbasi betejën onte tofën Shkup. Qartë. Zotja Dilja, mendoni se rezultati I zgjedhjeve të 19 tetorit do të përcaktojë edhe fatin e koalicionit qeverisës, koalicionit më të madh midis Vlen edhe VMRO, DPMNS dhe fatin e Hristian Mickoski, duke pasur parasysh edhe zgjedhjet vendore mes maqedonasve vetë, po them. Atëherë, nëse nuk mund të quam përcaktim fati, realisht do të ketë një lloj tensioni në qoftë se BDI apo ajo çfarë quhet Aleanca Kombëtare për Integrim do të ketë një rezultat të thellë, do të fitojë bindshëm në kampin shqiptar. Përse them këtë? Sepse tani më nuk kemi një ballafaqim vetëm në mes AKI-s, BDI-s, e cila përfaqëson këtë koalicion dhe Vlenit. Por Vleni ndihmohet edhe nga partneri I saj, qeveritar nga VMRO në shumë komuna shumicë me shqiptar, por edhe në heshtje ndihmohet edhe nga LSDM, nga partia opozitare maqedonase, e cila dhe ajo nuk ka nxjerrë kandidat në komunat shumicë ku janë shqiptarët, si që është Çairi, Tetova, Gostivari, Struga, Dibra, kështu me radhë. Pra në qoftë se përballë këtij koalicioni të madh triumfon sërish ta quaj Ali Ahmeti, sepse realisht ai është figura qendrore e gjithë këtij koalicioni, atëherë normalisht se do të ketë një lloj krize në atë që sot të quam koalicion qeveritar mes VMRO-s dhe Vlenit. Për faktin se Trysnia mendoj që natyrshëm do të rritet ndaj kësaj qeverie, e cila më pas do të jetë në një situatë që do t'ja diktojë vetë kohë për të marrë një vendim për zgjedhje të parakohshme parlamentare. E qartë. Mirë, zotja Dilje, përpara se ta mbyllim temën e Maqedonisë dhe për të kaluar shkurtimisht te Kosova, pyetja e fundit, çfarë roli ndërkaq shpritet të luajnë dhe ndërkombëtarët në këtë proces? A do të mjaftojnë ata vetëm me monitorimin teknik, apo nga ana tjetër mund të japin dhe mesazhe politike për stabilitetin, por sigurisht edhe për bashkëpunimin ndëretnik? Po, është një pyetje me vend, do ta thosha Griselda, për faktin se deri më sot faktori ndërkombëtar në Maqedoni realisht ka qenë më shumë një vëzhgues dhe nëpërmes deklaratave, si thua, ka dënuar apo ka sugjeruar që, si thua, raporti I fundit I Bashkimit Evropian që ishte që fokusoheshte kryesisht në një lloj situate që mund të destabilizojë Maqedoninë e Veriut nga ajo çfarë quhet bota serbe, apo qoftë edhe nga prekja e marrëveshjes së Ohrit, që ka patur tendenca për prolongimin e asaj çfarë quhet të gjuhës shqipe apo të balancuesit përfaqësimit të shqiptarëve në qeveri edhe në institucione të ndryshme kështu me radhë. Pra, deri më sot faktori ndërkombëtar më shumë deklarativisht, si thua, ka ndihmuar këtë lloj situate, por më së shumti ka qenë një vëzhgues. Dhe në zgjedhjet aktualisht që janë lokale, por që ballafaqimi është dhe I aspekteve tjera, për faktin se duhet potencuar diçka që unë mendoj se betejë e vërtet qëndron në mes përmbylljes së asaj çfarë quhet të proceseve, jo vetëm në këtë vend, por në rajon dhe më gjerë se sa kaq. Sepse mbyllja e proceseve çfarë unë nënkuptoj të nesër me një ndarje të balancave në mes ekuilibrave të fuqive të mëdha, është përcaktuese edhe për fatin e popujve të vegjël. Dhe në qoftë se neve këtu jemi në një situatë të një niveli për të dëshiruar në kontekst statusit të shqiptarëve, atëherë fati I shqiptarëve për një periudhë tjetër, nëse këto procese do të mbyllen në disfavorin tonë, do të jemi të marginalizuar. Andaj dhe betejë është e kësaj aspekti, dhe kur them mbyllja e proceseve, nënkuptoj se vigjilenca duhet jetë akoma më e madhe për faktin se neve e kemi vuajtur në të kaluarën atë 50 vjeçarin e të qenurit nën thundra, do të them, të asaj perandorisë ruse të dikurshme. Dhe në qoftë se mbyllet ky proces po prap në atë lloj ndikimi dhe ndarje të interesave të gjeopolitikës, atëherë për neve është kjo fatale. Prandaj them se ballafaqimi është më I thellë se sa I zgjedhjeve lokale,
Prandaj dhe faktori ndërkombëtar mendoj se duhet në këtë rast që të jetë më i zëshëm dhe që të ndihmojë, si thua, vullnetin e shqiptarëve, por edhe të palës maqedonase që padyshim një kontingjent i madh dhe i atjeshëm janë të interesuar për integrimin e vendit drejt Bashkimit Evropian dhe shkëputjen një herë përgjithmonë nga ndikimi i botës ruse. Qartë, për të kaluar shpejt e Kosova, gjykata kushtetuese atje në vendimin e 30 shtatorit ka thënë që kuvendi nuk është konstituuar, duke lënë 12 ditë kohë nga momenti kur do të dalë vendimi plot, kur do të publikohet vendimi plot i gjykatës, për ta përfunduar konstituimin e kuvendit, që do të thotë për të zgjedhur nënkryetarin nga pakica serbe. A do të ndodhë diçka e tillë apo do të konsumohet pa rezultat edhe ky vendim i gjykatës kushtetuese të Kosovës? Atëherë ajo çfarë në këtë rast personalisht më shqetëson, por mendoj se edhe pjesën dërmuese të ndjekësve të situatës politike në Kosovë është jo ideja e këtij momenti në kuptim të asaj që nuk ka një lloj relevance të madhe një pjesëtar i komunitetit serb për të qenë një nga 5 nënkryetarët e kryesisë së parlamentit të Kosovës. Por ajo çfarë duhet të na shqetësojë në këtë rast dhe që përbën realisht një moment jo të favorshëm për pozitën e Kosovës në arenën ndërkombëtare është se tani më po shndrohen serbët në viktimë përpara optikës dhe fokusit të diplomacisë ndërkombëtare. Andaj mendoj se kjo nuk duhet të ndodhi nga partitë politike të Kosovës, duhet të tregon pak më të zgjuar, do ta them, më tolerant në përzgjedhjen e këtij antari të kryesisë nga komuniteti serb, për faktin se tani më zëshëm dhe zhurmshëm Beogradi, por edhe lista serbe, në përgjithësi politika serbe po shfrytëzon këtë rast duke treguar gishtin tek një mungesë të vullnetit shqiptarët që kanë dhe se komuniteti serb atje po rrezikohet gjithnjë më shumë nga shqiptarët. Kjo është ajo çfarë realisht duhet të shqetësojë të gjithë klasën politike të Kosovës dhe gjykimi apo vendimi i gjykatës kushtetuese në këtë rast, unë mendoj se është i drejtë për faktin se jep edhe një mundësi politikës atje që të reflektojë për ta zgjedhur ata antarë të kryesisë kuvendit të Kosovës. Dhe shpresoj që në këto 12 ditë, në momentin kur do të zbardhet vendimi i gjykatës kushtetuese, që klasa politike e Kosovës të reflektojë mbi këtë moment dhe mos t'i japim alibi apo mundësi dhe hapësirë akoma më shumë një ofenzive të diplomacisë serbe, e cila në këtë rast absolutisht mezi po pret si thua lëshime të kësaj natyre për të viktimizuar veten edhe pse ato janë agresorët. Zoti Dili, ky afat 12 ditor pra i shënis pas publikimit të gjykimit të plot, sa mund të jetë i mjaftueshëm për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë nga ana tjetër? Për konstruimin e kuvendit, mendoj se nuk, në qoftë se ka vullnet, nuk është se do shumë kohë kjo. Atë çfarë unë paraqita si shqetësim më herët, mendoj se mund ta lexojnë edhe shumë më mirë padyshim liderët politik të Kosovës. Në këtë rast unë mendoj se duhet të kemi një lloj tolerance, të ketë një reflektim mbi këtë moment i cili padyshim dëmton Kosovën dhe nuk duhet të përllogaritur si thua interesi politikës ditore mbi atë çfarë ne kemi më të rëndësishme që është kauza e pavarësisë të Kosovës. Dhe në këtë rrafsh mendoj se mund të kemi përzgjedhjen e antarit të komunitetit serb në kryesinë e kuvendit, ndërkohë që për qeverinë këtu jam shumë skeptik dhe skepticizmi lidhet për mendimin tim edhe me një moment tjetër në të cilin që të gjithë neve e dim, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërprejnë dialogun strategjik me qeverinë e Kosovës, të nesërmen uftuan në ambasadën e Amerikës në Prishtinë 3 përfaqësuesët e opozitës së deridjeshme të Kosovës dhe nuk e dim se cilat realisht kanë qenë ato bisedime dhe kush mund të jenë sugjerimet apo direktivat e Amerikës në këtë rast se çfarë pozicioni do të mbajnë ish partitë opozitare të Kosovës nëse do të formojnë qeverinë apo do të qëndrojnë në pozitat dhe qëndrimet e tyre për të patur zgjedhje të jashtëzakonshme. Mendoj se të gjithë klasës politike më shumë i intereson
zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme që quhen atje, por uroj e shpresoj që për zgjedhja e anëtarit të kryesisë së kuvendit të Kosovës të bëhet më shpejt për t'i dhënë mundësi për të patur Kosova edhe atë çfarë quhet institucioni bazik, pra kuvendin funksional. Për fakti se është shtet parlamentar dhe të gjitha ligjet burojnë nga parlamenti, në kuptim të kësaj dhe të nesërmen nuk e dim se si do të jetë varianti i aspektit ligjor në qoftë se kuvendi nuk është funksional dhe nuk është i konstituar për shpalljen e zgjedhjeve apo qoftë edhe për vendime tjera. Pra Kosova sot është pa dy institucionet bazike të asaj çfarë quajmë shtetet parlamentare. Pa konstituimin e parlamentit të kuvendit dhe pa qeveri. Andaj uroj shpresoj që të konstituohet kuvendi, që të jepet mundësi edhe aspektit ligjor të nesërmen për të patur zgjedhje të jashtëzakonshme, por bazuar në atë çfarë quhet legislativ. Qartë. Mirë, zotëria Adili, po mbyllim këtu për ditën e sotme, ju falenderojmë, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit, punë të mbarë. Kënaqësi. Mirë, Egon, për të vazhduar këtë bisedë së bashku, si e lexon ti vetë përfshirjen e vetëvendosjes së Albin Kurtit në zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, duke mbështetur pra këtu koalicionin Vlen, a mund të jetë kjo thjesht simbolike apo mund të jetë edhe një strategji e shëllimshme pra për zgjerim politik rajonal? A mund të jetë, si the, mund të jetë... Atëherë, a mund të jetë kjo thjesht simbolike, apo nga ana tjetër mund të jetë edhe një strategji pra e shëllimshme për zgjerim politik rajonal? Shiko, duke marrë parasysh që lëvizja vetëvendosje pati edhe një tentativë, po them, të zgjerimit të saj edhe këtu në Shqipëri, Griselda, jo, sigurisht që nuk mendoj që është thjesht simbolike, mendoj që është një strategji për zgjerim rajonal të interesave që lëvizja vetëvendosje advokon edhe kërkon që të çojë përpara. Por, sa i takon rastit konkret të mbështetjes së koalicionit Vlen në Maqedoninë e Veriut, ndoshta këtu mund të krijojë edhe një farë keqkuptimi ose moskuptimi tek elektorati shqiptar në Maqedoninë e Veriut, duke qenë se koalicioni Vlen është në koalicion më të madh qeveritar me një forcë e cila është nacionaliste dhe e djathtë, e cila po themi nuk është në përputhje me të paktën me disa vlera dhe ideologjinë politike të lëvizjes vetëvendosje që është e majtë nga ana tjetër. Sa ndikim real mund të ketë kjo, Egon, pra mbështetja e një partie kosovare në elektoratin shqiptar në Maqedoni? Mendoj që ka një efekt të dyfisht, efekt mobilizues padyshim tek votuesi anti-establishment. Kujtojmë këtu që sa i takon politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti është parë gjithmonë si establishmenti i shqiptarëve në atë vend. Kështu që rolin e mobilizuesit kundër Ali Ahmetit mund ta ketë deri në një farmase, duke qenë se edhe koalicioni qeveritar Vlen VMRO DPMNE ka vetëse një vit e pak në pushtet dhe ende po themi mund të mos jetë krijuar atmosfera dhe sentimenti i nevojshëm për ta kundërshtuar dhe për t'i bërë një opozitë, sepse shumë pak kohë kanë ende në pushtet. Nga ana tjetër mund të riskojë edhe një kundër efekt, çdo monedhë ka dy ande, themi, ku po themi ka një garë të ashpër në Maqedoninë të Veriut midis Vlen dhe BDI-s, duket sikur nuk është thjesht garë për zgjedhje rajonale, por është garë për zgjedhje parlamentare. Dhe kjo gjë, ndërhyrja e vetëvendosjes mund të perceptohet edhe si një ndërhyrje e jashtme më shumë tani edhe tek pala Maqedone, Slavo Maqedone. Duke qenë se vetëvendosja e Egon, pra ka zgjedhje lokale në Kosovë në datën 12 tetor dhe përballet gjithashtu pra si e dim edhe me krizë politike të brendshme, a rrezikon kjo lëvizje të perceptohet si një shpërqendrim nga problemet e Kosovës? Qartë, unë nuk i kam ndjekur, që t'jem konkret, nuk i kam ndjekur reagimet e politikanëve të opozitës në Kosovë apo përfaqësuesve zërave të ndryshëm opozitarë në Kosovë në lidhje me këtë gjë, në lidhje me përfshirjen, po themi, të vetëvendosjes në zgjedhjet lokale në Maqedoninë të Veriut. Mendoj që nga ana tjetër besoj edhe vetë përfaqësuesit e vetëvendosjes mund ta kenë si një barë këtë gjë, sepse mjafton për shumë nëse mendon veten se je në një parti politike, po të vendosësh veten në vendin e tyre dhe ke angazhime të brendshme
mjaft me rëndësi, siç është konstituimi i kuvendit, siç është votbesimi i qeverisë, siç është ndërprerja e dialogut strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, presioni ndërkombëtar, dhe nga ana tjetër do duhet që të merresh me mbështetjen e partnerit politik në një shtet tjetër. Kjo patjetër që është kosto, po e shoh nga pikpamja, po them të shije e vetëvendosjes. Por edhe besoj që e tillë perceptohet edhe në elektoratin e Kosovës brenda, po them, brenda të Kosovës, si një përhapje dhe harxhim energjie dhe si thua mbase i nevojshëm, mbase i panevojshëm, por në një moment gjithsesi të vështirë për vetë lëvizjen, vetë vendosjen në Kosovë. E qartë, nga ana tjetër, sa rrezikon dhe ky angazhim pra marrëdhëniet mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, pra duke qenë se një qeveri legjitime në Shkup tashmë përbëhet nga një koalicion i gjerë ku vetë vendosja merr anë hapur pra vetëm për njërin blok. Po, lëvizja vetëvendosje ka bërë, thash rastin e Shqipërisë, kthehemi tek rasti i Maqedonisë së Veriut, padyshim janë lëvizje atipike. Zoti Adili tha që i ngjajnë, po themi, përpjekjes Beogradit zyrtar për të ndikuar në arealin e botës serbe në Ballkan, pra në kuptimin analog të fjalës dhe lëvizjes vetëvendosje për të ndikuar në arealin e botës shqiptare në rajon. Konkretisht, unë nuk mendoj që në momentin që flasim ka një rrezik për të tensionuar marrëdhëniet midis dy shteteve nënkuptor, midis dy qeverive, duke qenë se lëvizja vetëvendosje mbështet partnerin e koalicionit qeveritar në Shkup, por të mos harrojmë që në Maqedoninë të Veriut mund të ndodhë që siç tha dhe zoti Adili, të kemi zgjedhje të parakoshme, rezultati të cilave sa i takon palës maqedone nuk mund ta paragjykojmë, mund të fitoj, po themi, opozita, LSDM-ja, e kupton? Nga ana tjetër, edhe tek pala shqiptare, në një moment të dytë ndoshta, po pse jo tani, ndoshta Bashkimi Demokratik për Integrim, AKI-ja me zotin Ahmeti, mund të fitoj shumicën e komunave. Mund të ndodh, pra flasim gjithmonë hipotetikisht, që nesër në zgjedhjet e parakoshme ose në zgjedhjet të rregullta të jetë partner koalicioni BDI-ja. Dhe natyrshëm do të vi edhe një farë, mendoj unë, ftohje e marrëdhënies me Prishtinën zyrtare, gjithmonë nëse në Prishtinë do të jetë zoti Kurti ende në qeverisje. Qartë. Mirë, se i përket problemeve të brendshme pranë të Kosovës dhe krizës politike tashmë që kanë në Kosovë, ashtu si diskutuam me zotin Adili, ambasadori i BE-s ka bërë thirrje për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë sa më shpejt. Egon, sa ndikojnë këto presione ndërkombëtare në vendimet politike të Kosovës dhe sa do të realizohen? Sa ndikojnë, mendoj fare. Kemi rastin e zotit Kurti që i përgjigjet, po themi, deklaratës ambasadës amerikane për për ndërprerje pezullim të dialogut strategjik mes dy vendeve, me një shprehje, po them, po e perifrazoj, pa e cituar shprehimisht, që shkëputja e Serbisë nga Rusia, nëse është në interesin amerikan, nuk është puna ime. Domethënë kjo mund të lexohet edhe si, patjetër mund të lexohet si mbrojtje e interesave të një qeverie legjitime në vendin e vet, po mund të lexohet në raport me partner ndërkombëtar edhe si kashillik. Dhe ka zëra opozitar, mbase të gjithë zërat opozitar. Në Kosovë lexojnë si kashillik apo jo. Nuk kam ndonjë arsye të them që presionet e Bashkimit Evropian do të kenë më shumë efekt se sa presionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sa do të realizohet? Unë mendoj që është në interesin e qeverisë Kosovës drejt për drejt që të përmbyllet konstituimi i kuvendit të Kosovës dhe të gjendet mekanizmi i një zgjidhje dhe këtu është edhe një thirrje drejtuar partive opozitare që një kandidat serb për nënkryetar kuvendi, jo pjesë e listës serbe, të votbesohet, të marrë votbesimin e shumicës dhe ky kapitull i kuvendit të Kosovës të mbyllet sepse realisht është e tepërt. Që pastaj të hidhemi tek hapi tjetër, tek votbesimi i qeverisë. Mirë, Egon, ti thua pra që këto presione nuk do të ndikojnë ashtu si nuk kanë ndikuar dhe ato pra të SBA-s tek kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por sigurisht që këto ashtu se di mund të kenë edhe rreziqe. Cilat mund të jenë këto rreziqe dhe vonesat e formimit të institucioneve pra për stabilitetin ekonomik, por edhe politik të vendit? Patjetër, ne jemi në kushtet e vijimësisë sanksioneve ose të masave që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë ndaj qeverisë Kurti. Do të thoja unë në mënyrë të padrejtë, por çfarë rëndësie ka kjo, ato vijojnë të jenë aty. Nga ana tjetër jemi në kushtet e pezullimit të dialogut strategjik
Pikërisht për shkak të komunitetit serb aty. Pikërisht për shkak të, në besimin tim, për shkak të listës serbe, të bërit listës serbe faktor. Unë në një pikë bie dakord me zotin Adili, që rreziku më i madh i gjithës kësaj është vërtet kthimi i listës serbe në një faktor politik në Kosovë. Tashmë përfundimi i seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës po varet nga lista serbe. Unë dhe besoj çdo shqiptar tjetër normal, nuk dëshirojmë që edhe votbesimi i qeverisë nesër të varet sërish nga lista serbe. Duket se lista serbe është bërë emëruesi i përbashkët i gjithë problemeve institucionale muajt e fundit, apo ditët e fundit, apo javët e fundit, që ka Kosova. Dhe kjo është pasoja më e madhe negative, më shumë se sa sanksionet e Bashkimit Evropian, më shumë se sa qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i takon dialogut strategjik. Qartë, mirë Egon, për ta mbyllur, nëse Kuvendi nuk konstituohet brenda këtij afati, cilat do të jenë opsionet ligjore nga ana tjetër, por edhe politike që mund të përdoren pra për të shmangur edhe krizën institucionale që ndodhet në Kosovë? Besoj që shiko, kjo që po ndodhet në Kosovë është e paprecedente dhe është e vështirë të bësh parashikime, sepse jemi përtej të gjitha klauzulave dhe parashikimeve që Kushtetuta e Republikës së Kosovës i jep. Kështu që do duhet të spekulojmë politikisht, të spekulojmë edhe nga pikpamja ligjore. Por mendoj që gjykata kushtetuese besoj do të mblidhet sërish edhe ndoshta do të dalë me një afat të ri. Po kësaj here mendoj duke vendosur edhe kritere specifike. Tani nuk po guxoj të spekuloj më shumë se kaq, sepse është vërtet terren i minuar kjo pjesë. Thash, jemi përtej kushtetutës këtu. Dhe është shumë e holl vija midis interpretimit kushtetutës edhe të shkruarit të kushtetutës, diçka që është antikushtetuese në thelb. Kështu që më shumë se kaq nuk po guxoj të spekuloj. Është qartë. Mirë, e mbyllim këtu për këtë pjesë të parë, dhe më pas rikthehemi tek pjesa e dytë. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer sërish pra në pjesën e dytë për të ndalur sërish tek dy tema të rëndësishme. Do ndalemi tek zyrtarët e lartë të grupit palestinez, të cilët kanë kërkuar ndryshime në disa pika të planit të paqes të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump pra për rripin e Gazës. Këto pra sipas një burimi nga Hamasi. Dhe në temën tjetër do ndalemi tek Rusia, e cila po punon fort pra për të forcuar dhe forcat e saj të armatosura, duke u përgjigjur kështu pra një pyetje në lidhje me një thirrje të sekretarit të mbrojtjes të SBA se Amerika duhet të përgatitet nga ana tjetër për luftë dhe për të siguruar edhe paqen. Egon, do doja që këtë bisedë ta nisim së bashku fillimisht. Si e vlerëson kërkesën e Hamasit pra për garanci ndërkombëtare për tërheqjen e plotë të Izraelit nga Gaza? A mund të jetë vërtet kjo një kërkesë e realizueshme? Kjo është politikisht e kuptueshme, por praktikisht e vështirë, megjithse jo e pamundur. Plani, rikujtojmë këtu shkurtimisht, plani 20 pikësh i propozuar nga Amerika parashikon armpushimin, shkëmbimin e pengjeve, tërheqje të niveluar, po themi me faza të Izraelit dhe ajo më e rëndësishme është administrimi tranzitor me përbërje patjetër ndërkombëtare. Tani, çështja e Hamasit është që Hamasi kërkon disa garanci. Së pari kërkon garanci tek pjesa e armpushimit dhe e demilitarizimit, dhe këto janë garanci të natyrës së sigurisë. Kush do t'u garantoj, po themi, militantëve, pra krahut ushtarak të Hamasit dhe atij politik të Hamasit, se ata do të jenë të sigurt, po themi, dhe nuk do të përfitohet prej çarmatosjes së tyre. Nga ana tjetër kërkojnë garanci për atë që është etapa e fundit, që është administrimi ndërkombëtar i Gazës. Ata nuk janë dakord që Gaza të administrohet me mos pjesëmarrje totale, po themi, të palestinezëve, nënkupto këtu Hamasin. Pra, si të thuash, kemi një marzh mos dakordësie edhe nga ana e Hamasit,
edhe nga ana e Izraelit, të dyja palët, po themi, kërkojnë që ta tërheqin fillin nga e vete. Unë mendoj që garancitë e sigurisë janë e vetmja rrugë përmes të cilës mund të shkohet drejt ndalimit të gjenocidit që po ndodh aktualisht në Gaza dhe një zgjidhjeje të përkohshme, qoftë edhe provizore, sepse nuk mund të flasim për armëpushim afatgjatë, duhet jemi realist për situatën, ta kuptojmë që ai ishte një konflikt i nisur gati 80 vite më parë dhe nuk mund ta zgjidhë dot një armëpushim me gjithë ato viktima dhe probleme historike dhe politike që ka pasur, po të paktën të arrihet një armëpushim tranzitor, po themi, drejt menaxhimit të Gazës. Plani i Donald Trump e parashikon çarmatimin e Hamasit dhe armëpushimin. Sa realiste do të ishte implementimi i tij duke pasur parasysh edhe ndasit brenda grupit? Po, unë thash që e përmenda shkarazi që kemi krahun politik të Hamasit, kemi edhe krahun ushtarak të Hamasit dhe kemi, po themi, disa mos dakordësimi disë këtyre dy krahëve. Kjo e bën implementimin e këtij planit presidentit Trump, të varur nga mënyra se si do të trajtohen me shumë kujdes një sër çështjesh. Po themi, armëpushimi i zgjatur dhe shkëmbimi i pengjeve, që është dhe një nga pikat e planit të Gazës, që sjell hapjen e korridoreve humanitare dhe çarmatimin e ndarë në faza të Hamasit, demilitarizimin e Gazës, që shkon paralelisht edhe me tërheqjen në disa vija, në disa breza të IDF-it, të ushtrisë së Izraelit. Kështu që e theksoj dhe njëherë janë garancitë e sigurisë ato që do të përcaktojnë suksesin e kësaj marrëveshje dhe suksesin e demilitarizimit të Hamasit në Gaza. E qartë, nga ana tjetër, roli i rëndësishëm i Turqisë, Egjiptit dhe Katarit në këtë fazë të negociatave, si do ndikojë për arritjen e një marrëveshje pra të qëndrueshme? Po, është Egjipti, Turqia dhe Katari, siç e the dhe ti. Janë tre shtete të cilat janë kyçe në, po themi, punën që ato do të bëjnë me Hamasin, që Hamasi të vinë në termat e armëpushimit, për ato garancitë e sigurisë që sapo folëm sipër. Dhe jo më kot ishte dhe ndërhyrja e presidentit Trump për të arritur, po themi, një paqëtim të tensioneve të krijuara së fundmi midis Izraelit dhe Katarit, ku Izraeli bombardoi me raketa disa objektiva të dyshuara për strehimin e krerëve të lartë Hamasit në Katar. Mendoj që roli këtyre dy shteteve është patjetër kyç dhe është, po themi, në dorën e tyre bindja e Hamasit për këto terma. Unë mendoj që Turqia të paktën do të ketë rolin kryesor. Mirë. Ndërkaq, zëdhënësi Kremli ka thënë se Rusia është e hapur për negociata diplomatike, sigurisht për që lidhen me krizën ukrainase. Sa realiste e sheh këtë si mundësi? Po shiko, këto janë informacione që përveç përfaqësuesve, po themi, zyrtar të institucioneve të dyja palëve si të Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë, janë informacione që duhet të konfirmohen për saktësinë dhe vlefshmërinë e tyre edhe nga institucionet e inteligjencës së të dyja vendeve. Mua më duket në këtë rast më shumë se më tepër një deklarat, një deklarat diplomatike, politike. Pra, e hapur në parim, po ne i dim kufizimet që kanë terren kjo gjë, domethënë. Korniza e qëllimit është armëpushimi verifikuar kundër, po themi, marrëveshjeve politike territoriale. Ka edhe i kosto ushtarake në terren nga ana tjetër, të mos harrojmë. Kështu që ngelet për të parë. Qartë, mirë, në mbyllim me reagimin e udhëheqësve europian. Si duhet të reagojnë ata prandaj para lajmërimeve të Rusisë mbi asetet, por edhe investimeve? Udhëheqësit europian janë shumë të interesuar që kjo çështja e sanksioneve ndaj Rusisë të shkojë deri në fund dhe të jetë sa më e ashpër që të jetë e mundur. Po nga ana tjetër Rusia duket se të paktën e ka gjetur zëvendësuesin e tregjeve evropiane sa i takon eksporteve të saj që janë Kina, India dhe vendet të tjera të Azisë. Unë mendoj që ka tre pista
tre pista konkrete ku udhëheqësit europian mund të reagojnë ndaj paralajmërimeve të Rusisë. E para është pista juridike, pra të mbajnë kursin tek modeli i kolateralizmit, si asetet si garanci për hua dhe jo konfiskim i drejt për drejt siç është vepruar deri tani. Shpista e menaxhimit të rrezikut shumë e rëndësishme, të hartohen mekanizma kompensimi për depozitat dhe e treta, patjetër, ajo që përkthehet edhe në komunikim është pista politike, patjetër. Pra, të theksohet që asetet ruse nuk do të vjedhen, por do të përdoren si garanci dhe si detyrim lufte. Dhe kjo gjitha ky është një mesazh unifikuar që ul hapësirën e mosbesimit tek pala tjetër, por nga ana tjetër është edhe një mekanizëm deterrence për kundër masat e Moskës. Qartë, mirë, Egon, ndjekim insertin dhe rikthehemi me të ftuarin e radhës. Zyrtarë të lartë të grupit palestines kërkojnë ndryshime në disa pika të planit të paqes të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump për rripin e Gazës, sipas një burimi nga Hamasi që foli për media AFP. Negociatorët e Hamasit zhvilluan ditën e djeshme bisedime në Doha me përfaqësues turq, egjiptian dhe katarian. Sipas burimit, grupi ka nevojë që maksimumi 2 ose 3 ditë për t'u përgjigjur propozimeve të reja. Kërkesat e reja të Hamasit kanë të bëjnë me garanci ndërkombëtare për një tërheqje të plotë të Izraelit nga Gaza, si dhe sigurisht nuk do të ketë përpjekje për arrestime apo vrasje brenda ose jashtë territorit pas arratisjes së marrëveshjes. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kemi të ftuar kolegun gazetar Sokol Brahaj. Sokol, të përshëndesim. Përshëndetje. Përshëndetje. Sokol, për të nisur me temën që sapo dëgjuam dhe në insert, zyrtarët e lartë për të grupit palestines po kërkojnë ndryshime në disa pika të planit të paqes të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Çfarë rreziku, Sokol, ekziston që disa fraksione brenda Hamasit të refuzojnë planin, pra duke kërcënuar dhe armëpushimin e propozuar? Në fakt të gjitha ata grupet, fraksionet e Hamasit, pra jo vetëm Hamasit, por edhe disa fraksione jashtë Hamasit që janë së bashku tashmë, që 2 vitet e fundit në mbrojtjen e Gazas, totalisht ata janë kundër këtij planit, sepse sipas tyre ky plan nuk ka asnjë domethënie që garanton domethënë të jepet ujë dhe bukë banorëve të Gazas. Pra është një plan i nxjerrur si me qenë me pyetjet e GDP-në me thënë na bënë një plan të tillë sepse të gjitha ato që janë aty në planin nuk e kemi asnjë rrjesh që thotë mirë, si do të shihet ky popull. Pra, vetë ky plani që nuk është efektiv për zonën, por është një gjë krejt kalimti sepse nëse shohim edhe administratën e Trumpit do marrante për 24 orë luftë në Ukrainë, Rusi dhe të tjerë, ka pas plane të tilla dhe kanë qenë të gjitha jo efektive, domethënë vetëm se janë folur kot janë bërë si muhabet kafenesh. Edhe ky plan nëse shohim nga lindja e mesme, pra aty në fraksione, aty në që me të vërtet kanë humbur jetën njerëzit dhe janë në tokat e tyre, ata nuk do ta pranojnë këtë plan, më sa duket ata nuk është thjesht vetëm një rinovim i planit, por nuk do ta pranojnë sepse Trumpi thotë nëse nuk e pranoni këtë për 2-3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, nejse sa ditë, domethënë pas atij do ta shihni, pra çfarë do të shohim pastaj, domethënë nëse bëhet fjalë për një plan real për paqe, atëherë të dy anë duhet të tërheqin majat e diplomacisë dhe të ulen dhe të lidhen diku në mes, domethënë të kenë pika të përbashkëta, por për popullin e Gazës, që bëhet fjalë për 2 deri 3 milion popull i Gazës, asnjë gjë nuk ka shpresë dhënëse, atë vetëm është një plan për të fituar kohën dhe për të jetërsuar në fakt edhe të filon e Sumudit që ishte dje u arrestuan të gjithë nga ushtria e Izraelit. Pra është vetëm për të tërhequr vëmendjen, sepse nga ana e Hamasit që shipe, por duhet parë edhe nga ana e Tel Avivit, sepse këtë ratifikimin e kësaj marrëveshje, në fjalë pra nëse arrin një marrëveshje e tillë, këtë do të kalojë nga parlamenti e hebre, dhe parlamenti hebre është sigurt 100% që nuk do të pranohet nga koalicioni radikal i Benjamin Netanyahu, pra që është në qeveri, dhe për këtë arsye më shumë media botërore komenton ose e bën në aktualitetin mediatik më shumë që ja po se pranoj Hamasi pra çfarë do bëhet, por në fakt ky plan nuk pranohet edhe nga vetë qeveria e Izraelit, por përçarja mes të tyre është thjesht domethënë për të fituar kohë, sepse asnjë garanci për një jetë, domethënë për të hangër i kafshat bukë dhe për të pirë një gotë ujë nuk jep ky plan
për asnjë person në Gaza, por nëse referohet me pjesën tjetër të administratës së Palestinës, Mahmud Abbasit dhe të tjerëve, normalisht që ato janë pro këtij plani, sepse kanë interesat e veta, ndoshta të zonës së tyre, por edhe të tjera, por më sa duket çfarëdo që të bëhet, çdo që të flasin, Gaza tashmë do kaloj totalisht në dorën e Izraelit. Mirë, sa i mundshëm është sokol çarmatimi i plot i Hamasit dhe tërheqja nga çdo lloj përgjegjësie e udhëheqjes politike të Gazës? Kjo pyetja e dytë mund të jetë, mund ndodhë, heqet totalisht nga çdo lloj përgjegjësi politike në thojza, por në Hamasi ose vetë ideologjia Hamasit unë nuk besoj që do të eliminohet nga rajoni, jo thjesht vetëm në Gaza, por në Palestinë dhe në shtetet komshite e Palestinës, ku janë edhe miliona tjere palestinës që jetojnë në kampet në Egypt, në Beirut e në vendet e tjera. Kjo është shumë e vështirë sepse ata kanë lindur nga krime që Izraeli ka bërë vazhdimisht për dekadave në radhë kundër atyre. Pra nuk duhet harruar që para 11 viteve ky Hamas, mos gaboj, 11 vite apo 16 vite, ky Hamas e ka fituar totalisht me votën e popullit të tyre dhe ka ardhur në qeveri. Pra nuk është një organizatë terroriste në fillim, por u bën brapa terroriste. Pra është thjesht ndoshta një supozim i Izraelit për të arritur qëllimet e veta, ku automatikisht ndihma e Amerikës ja lejon Izraelit që të bëjë çfarë të dojë dhe mos të dëgjojë asnjë ligj ndërkombëtar apo asnjë vendim të Kombeve të Bashkuara. Qartë. Sokol, nga ana tjetër, si mund të ndikojë kjo marrëveshje e mundshme në marrëdhëniet mes SBA-s edhe Izraelit, pra edhe në perceptimin ndërkombëtar për të drejtën e palestinezëve? Për të drejtën e palestinezëve, nëse e shohim nga Washingtoni apo nga Tel Avivi, domethënë aty nuk bëhet fjalë as 1% për të drejtën për të jetuar, për të drejtën e qenit njeri në Palestinë. Kjo duket tashmë qartë që qoftë në 2 vitet e fundit, por qoftë edhe në prononcimet zyrtare të Trumpit, me të gjitha këto spastrime etnike, me të gjitha llojet e luftave, domethënë me armë dhe me uri, pra pritën njerëzit nga uria në Gaza. Vetëm një herë zoti Trump tha që po janë në gjendje të keqe dhe sa herë ka folur zoti Trump qoftë me liderët musliman në thojë që ishte në kratë e djathtë ishte presidenti Erdogan dhe në kratë e majtë mbreti i Katarit, gjithsesi Trumpi tha që domethënë nuk i përmendi fare këto krime që po bëhen në Gaza, por tha duhet të shpëtojmë pendjet izraelite që kanë vetë 53 në mos gaboj. Pra marrëdhëniet Washington-Tel Aviv nuk kanë asnjë lloj ndryshimi apo asnjë lloj reflektimi ndryshe deri me siç janë deri më sot, pranohet ky plan apo nuk pranohet ky plan. Ky plan nëse është thjesht vetëm për të fituar kohë të dy anës, sepse duhet të harruar domethënë pavarësisht se Izraeli quhet gjoja demokratik, por kemi me mira ushtarë, me mira, jo me 10 me qindra, por me mira ushtarë që vrasin vetveten, domethënë kanë kaluar në trauma psikologjike për këto krime që po bëhen në Gaza dhe këtë i duhet edhe Izraeli duhet të fitojë kohë dhe këtë nuk duhet të menjanuar, por me sa duket marrëdhëniet Washington-Tel Aviv as që kanë për të ndryshuar, sepse siç e pavëm domethënë edhe dje kemi mbi 46 shtete ku 95% janë totalisht të Europës, ishin dje duke shkuar për të hapur bllokadën e Gazës, për të quar pra ujë, bukë edhe kompersa për kalamaj, ilaçe, aspirina për kokë, domethënë të edhe të gjithë u arrestuan në ujërat ndërkombëtar dhe ky është tjetër një krim lufte dhe nëse i vërejmë domethënë reagime të tjera, domethënë dëmim aktin qoftë nga Turqia, qoftë nga Europa, qoftë nga Anglia, Gjermania apo të tjera, nuk kishim asnjë reagim që të thotë Izraeli stop. Pra, Izraeli është në gjendje që të marrë 40 sa shtete, qytetarë 40 sa shtete, arrestojnë në ujërat ndërkombëtar, jo në ujërat e veta, dhe asnjë shtet nuk e ka atë forcën që të thojnë stop, vetëm thjesht dënojmë ashpër këtë kun pas gjë tjetër. Pra, duket forca dhe kjo forcë, nëse i kthejmë pyetjes ty, kjo forcë e Izraelit është direkt forca e Washingtonit që kështu marrëveshja u bë apo s'u bë, totalisht nuk do të ndryshojë asnjë gjë në marrëdhëniet Izrael-Amerikë. A mendon që pozitat e Netanyahut forcohen brenda Izraelit me këtë marrëveshje? Jo, nëse kjo marrëveshje pranohet nga Izraeli, pra nëse Izraeli tërhiqet nga rriti i Gazës, që tashmë është në 4 zonat e saj, ka përfjeshtuar në 4 dhe ka ushtarë të vet në 4, automatikisht nuk forcohet, edhe sepse
nëse shohim opinionin hebre, ata kërkojnë pengjet e veta, të gjalla për të vdekur dhe Izraeli, ky Benjamin Netanyahu nuk e arriti t'ja jep deri më tani, pra u fiks 2 vite, pas 3 ditëve bëhen 2 vite që ka filluar ky maks për hebrejt, që të merren pengjet të gjalla për të vdekur dhe Benjamin Netanyahu nuk është dhe për këtë arsye në fakt nëse shohim nga kjo pikpamja e vetë të qenë vazhdueshmëria e tij në qeveritë e Benjamin Netanyahu dhe të koalicionit ultra racist të djathtë hebrej që është në Tel Aviv, kjo tregon që Benjamin Netanyahu vetëm se po fiton kohë, pra nuk ka shumë sepse po ta pranoj këtë marrëveshje edhe nëse bëhen zgjedhje, pavarësisht se ata janë në gjendje lufte dhe nuk mund të bëhen zgjedhje normalisht, edhe me ligjet e Izraelit, ai do të humbi postin e saj, postin e tij, do të humbin qeverinë e tij, edhe pse ka shumë të lëkundur zaten që në fillim të kësaj lufte, por gjithsesi ai do të humbi nëse pranohet dhe për këtë arsye nëse referohemi edhe vetë medias mallore të Izraelit, thonë që kjo marrëveshje edhe pse e ka detyruar në thojë Amerika Benjamin Netanyahu ta pranojnë, dhe të fitojnë kohë dhe të gjejnë një sebeb, ja nuk e pranoi Hamasi, nuk e pranoi ky tjetër të plasë një bombë në apo këtë dhe përsëri do vazhdojë sepse me sa duket Benjamin Netanyahu në çfarë do lloj koste që të jetë, ai nuk e do ta lejë qeverisjen e Izraelit. Mirë, Sokol, ndjekemi tjetër insert dhe më pas rikthehemi për diskutuar mbi Rusin. Rusia po punon për të forcuar forcët e saj të armatosura, duke u përgjigjur një pyetje në lidhje me një thirrje të sekretarit të mbrojtjes së SBA-s, Pete Hegseth, se Amerika duhet të përgatitet për luftë për të siguruar paqen. Ne gjithashtu preferojmë të forcojmë forcat tona të armatosura në çdo mënyrë të mundshme, duke vazhduar të mbështesim plotësisht paqen, duke mbetur të hapur për zgjedhjen e të gjitha problemeve, përfshirë krizën ukrainase, përmes negociatave diplomatike dhe kontakteve politike, u tha gazetarëve zëdhënës i Kremlinit, Dmitri Peskov. Kremlini paralajmëroi gjithashtu udhëheqësit evropian se Rusia do të ndjek penalisht çdo person ose vend që vjedh paratë e saj, tha se vjedhja e aseteve ruse do të dëmtonte depozitat dhe investimet evropiane. Mirë, Sokol, Rusia e ka kontrolluar termocentralin Zaporizhzhia që nga fillimi i luftës. Sa i rrezikshëm është tashmë situata aktuale për stabilitetin energjetik të Ukrainës dhe Europës? Në fakt jo vetëm thjesht për energjinë nukleare, për të gjithë rajonin dhe për të gjithë kontinentin është rrezikshëm, por me sa duket edhe në summitin që bëri zoti Trump me zotin Putin në Alaska, ka qenë pika kryesore e kontrollimit në thojza të centrale nukleare, ku siç e thatë është një nga pikat më kryesore dhe prej shumë ka qenë pika më e intensuar tek kujdesi i saj, por kjo agjencia atomit ndërkombëtare vazhdimisht ka dhënë përgjigjime që nuk kemi rrezikshmëri aty, edhe pse rrethorodhët kanë qenë flakët. Kjo është e rrezikshme, por mbahet edhe si tip deri match, domethënë për të qoftë edhe kundra Europës, por qoftë edhe kundra të tjerëve që nuk janë pro Rusisë, pra domethënë Amerikës, dhe kështu që rrezikshmëria e tij pa mbaruar kjo luftë në tavolinë me një marrëveshje shumë të gjerë, jo sikur është bërë në vitin 1993 kur ka bërë një marrëveshje Ukraina me Moskën, pasi u pat marrë pavarësinë dhe garancia e kësaj marrëveshje ishte kjo Amerika, Anglia, Gjermania ato dhe në fund sa herë dhe tashmë të fundit Rusia domethënë me fjalë tamam që po pushton Ukrainën, i ka pushtuar shumë pjesë të saj, gati 20% të territorit të Ukrainës, dhe kështu që pika e nuklearizmit është shumë e rëndësishme, por nuk ka garanci Ukraina nga askush tjetër, edhe pse nëse referohemi prononcimeve nga Kijevi, gjithsesi edhe ata thonë që deri diku e kontrollojnë vetat, apo edhe nëse shohim prononcimet nga Moska thonë që deri diku e kontrollojnë vetat. Pra është një pikë, një moll zjarri që me të vërtetë ajo nuk ndjek vetëm Ukrainën, por mund të ndjekun edhe gjithë kontinentin së bashku këtu edhe me Rusi. Sokol, nuk e di nëse ka rrezik real për katastrofë bërthamore rreth Zaporizhzhias, duke pas parasysh përdorimin e gjeneratorëve të emergjencës dhe vijat e frontit që janë shumë të afërta, si e mendon?
Tash I referohemi të dhënave zyrtare që aty nuk pritet një rrezikshmëri sepse siç I thash edhe pak më parë, domethënë kjo përvelen jo vetëm Ukrainën, por përvelen edhe Rusinë, por normalisht që duke shkuar drejt një tavolinë diplomatike për një paqe që kjo duket shumë e largët në fakt, por gjithsesi çdo luftë që fillon ka një fund më patjetër, në çfarëdo lloj përmasa që dezirohet, në fund të fundit ka një fund, por sa është e rrezikshme, po përdoret domethënë edhe nga Rusia, por nuk duhet harruar që Rusia ditë përdori gjithmonë shantazhet e forcës dhe normal që Japonia e centrale nukleare e Japonias është ndoshta ajo që mund të shantazhoj Europën në çdo orë, në çdo minutë dhe mund të jetë ajo që mund të fitojnë, mund të I sjellin gjëra plus Rusisë dhe jo Ukrainës. Mirë, Stokol, nga ana tjetër në një takim në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, presidenti amerikan Donald Trump I tha homologut të Ukrainës pra Volodymyr Zelenski se është I gatshëm të heqë të gjitha kufizimet mbi përdorimin e armëve amerikane me rreze të gjatë veprimi nga ana e Kievit për të sulmuar dhe objektivet brenda territorit rus. Apo I afrohet Sokol Shobaja një përplasje të drejtë për drejtë me Rusinë duke hapur derën për përdorimin e këtyre raketave? Ajo, një përplasje amerikano-ruse është pamundur të shohim, sepse vetë Rusia nuk ka forcën që të shpallë luftë asaj të Amerikës në radhë të parë, sepse siç dihet Amerika në të gjithë globin tonë, pra në të gjithë pjesët në det dhe në Atlantik ka mbi 8.000 baza ushtarake, pra është numër 1, forca numër 1 në botë, pra është perëndori I botës realisht dhe me forcë që në ana ekonomike, që në ana ushtarake, që në ana e teknologjisë të gjitha dhe nuk duhet harruar që me ata dyshat që shkoi bombardoi centralet nukleare të Iranit, domethënë në Iran ka qenë gjithë forca, shkenca e prodhimtarisë ruse, indiane, po edhe kineze, aty nuk qenë në gjendje të trembrojnë biles ata avionat luftarë amerikan kanë hecur mbi 36 orë, kanë fluturuar në hava dhe asnjë radar I Rusisë apo edhe I Kinës apo edhe I Indisë në gjërat e tre superfuqitë e mëdha nuk kanë arritur as ta shohin se ku janë, se ashtu vetëm ku ka ra bomba dhe ku ka bërë prononcime zyrtare Amerika. Pra kështu që Rusia ka shumë të vështirë, domethënë ka të pamundur të shpallë një luftë nëse shkojmë në një arsenal nuklear që po gjujmë bomba njëri tjetrit, tash tjetër, por nuk besoj që kemi një përshkallëzim të tillë, por Amerika në fakt kjo luftë nuk është e Rusisë, Amerika ka futur Rusinë në këtë luftë dhe nëse ju kujtohet shkurtin e atij viti që pa filluar pushtimi rus në Ukrainë, ishin të gjitha informacionet I kishim totalisht nga media përndimore, pra nga media amerikane dhe nuk ishin Rusia thonë që jo, ne nuk kemi ashtu, edhe buri emrin në operacion, u fut doli, pra nuk është Rusia aq e fortë sa kujtojmë ne, por kjo luftë në fakt I intereson shumë Amerikës, sepse këtu Rusia çdo ditë po humb punë sepse nuk harxhon ujë domethënë për këtë bombat e këtë arsenal që qoftë nga dronet me mira raketa që ka përdor Rusia dhe këta nuk janë të pafundshme, pra këta kanë një fund sepse këto prodhohen, po ashtu edhe Europa ka një deficit shumë të madh, pagu fatura shumë të mëdha për të hequr, domethënë për të ndihmuar kështu Ukrainën, pra të dy forcat që janë janë rival të Amerikës, të dyja vijnë duke u zvogluar dhe vijnë duke humbur forcën dhe kështu që forca e Amerikës, pra perandoria e Amerikës çdo ditë më shumë vjen duke u forcuar dhe jo duke u dobësuar dhe Rusia do të hapë një luftë është e pamundshme sepse Rusia provoi shumë herë domethënë që nga lart në vendet baltike, atje lart e Foqe dhe në Romani, domethënë me drone, me avion, në fut në pjesën e NATO-s, çfarë NATO jo po është ne, jo po është s'kan qenë qëllimshme, kanë qenë pra domethënë testojnë njëri tjetrin, por jo sepse një armë që shitet me të drejtën e ndërkombëtare që Amerika e shet edhe me vendimin e Senatit, jo thjesht me një dekret të presidentit, domethënë ajo armë e ka të drejtën realisht, domethënë me ligjet ndërkombëtare të përdoret vetëm kundra atij që ashet nuk mund të përdoret ajë, por kundra atij mund të përdoret, por është si thënë asaj fjalë se shkallë, domethënë degradimi I kësaj që në të vërtetë këtë dimër sa thonë ekspertët e kësaj çështje dhe ata që janë pranë Trumpit që flasin për median amerikane thonë që
këtë dimër do të kemi domethënë ndryshe gjëra sepse Putini me gjoja nuk ul në tavolinë, do të taku me zotin Trump, do të kemi përshkallëzimin e kësaj ku pastaj do të fillojnë duke paguar faturë të mëdha dhe rusive jo në tokën e Ukrainës, por në tokat e veta, ku kemi pas shembull domethënë ku Kurski u mor nga Ukraina, po ashtu në kufirin e Mongoli, Rusia ne me mijëra kilometra larg nga Ukraina ato atentatet me dronte. Pra do të kemi domethënë diçka, por që pyetjes tuaj unë që pyetet që a do të bëhet një luftë, jo, nuk e shoh. Ashtu sepse vetë Rusia nuk e ka forcën ashtu, bëhet e vetë me gjë mund bëhet një luftë, por nëse pastaj njeriu të shoqmi ka hik mendja krejt, ka dalë mend çfarë dhe përdor armët nukleare dhe armët bërthamore, por nuk besoj që jemi në atë gjendje sa që të eliminojmë vetë qenien tonë njerëzore. Sokol, shikom, nga ana tjetër kemi pas raportime që presidenti Zelenski i ka kërkuar raketa Tomahawk, po themi presidenti amerikan Donald Trump, për të goditur Ukrainën, por nuk e di se sa të vërteta ishin si informacione, sepse duket sikur nuk kanë qëndruar në ditët më pas këto informacione. Megjithatë, nga ana tjetër thuhet që Trump i ka ofruar Zelenskit informacione të shërbimeve inteligjente për të mundësuar goditje në brendësitë Rusisë për raketat me rreze të mesme. Nuk e di si ke parë këto, nëse mund një koment. Në fakt gjëja edhe shumë më kryesore se vetë lufta në konflikte të tilla, në lufta të tilla është edhe propaganda. Domethënë propaganda e dy anëshme, po edhe anëve të treta në fakt që nuk kanë asnjë lidhje me atë, që duken që nuk kanë asnjë lidhje me atë konflikt dhe nëse referohemi këtu në teorive, atëherë me të vërtetë që kemi dezinformim jashtë mase të lartë, po ashtu nga të dy anët, qoftë nga Amerika, qoftë nga Rusia, po ashtu kemi edhe propagandë ku luftën mallore në fakt e fiton propaganda dhe jo domethënë jo në shesh, sepse në shesh tash ka hika e lufta në shesh të bëhet me teknologji, por në sa duket e paktën nëse i referohemi këtu në 2-3 viteve të fundit që ka filluar lufta, të gjitha llojet e raketave për të mundshme për nesër në administratën e Trumpit që mund të kalojnë në Ukrainë kanë ardhur në MSD, pra shumica atyre janë në bazat ushtarake amerikane në Greqi, disa thonë që janë edhe në Turqi, disa thonë edhe që janë edhe në disa vende të tjera të Europës, por se sa janë të vërteta këto normalisht që ne nuk e dimë, ne thjesht çfarë lexojmë për burimet e hapura, por normalisht Amerika ku ka filluar një gjë të paktën duke ditë edhe forcën e Amerikës, unë nuk besoj që mund të jenë prralla në thojza, por nëse vjen orari, domethënë nëse vjen koha e saj, normalisht ja tani ja përcjellën e Ukrainës, por jo se nuk ka dhe Ukraina vitin e parë ka qenë shumë paditur se çfarë po bën si po bën, por pastaj edhe lufta të mëson se si të luftosh dhe si të mbrohesh dhe për këtë arsye edhe pse Ukraina ka humbur shumë tokë dhe kontrolli është nërë totalisht nga Rusia, përsëri mendimin e inteligjencës amerikane, pra siç e bën shumë aleate të saj, pa inteligjencën amerikane a do të jetë Europa sot në këmbë apo edhe lufta në Ukrainë, kjo lën për të dëshiruar, por zyrtarisht tash më thotë që i kemi filluar të japim, por ato kanë qenë me sa e shohun, sepse edhe Biden e shprehur shumë herë në këtë drejtim që informacionet më të sakta normalisht janë për Kievin e atyre ditëve, por edhe Trumpi në fillim ishte anë e këtej, por u mundu ta tërhiqte Putinin në tavolinë, por me sa duket jo, dhe kjo unë mendoj që është një strategji amerikane ku vetëm Amerika del fitimtare këtu dhe askush tjetër. Qartë. Mirë, Sokol, kemi arritur në fund, të falenderojmë shumë për informacionet. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, ju uroj një fundjavë të mbarë. Faleminderit edhe ty. Faleminderit edhe ty. Mirë, po mbyllim këtu për ditën e sotme, bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam sot. Diskutuam për tubimet e partive politike pra për zgjedhjet lokale në Kosovë, por edhe për përpjekjen e vetvendosjes për ndikim në zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut dhe të thirrja e Bashkimit Evropian për formimin e institucioneve të reja. Si dhe diskutuam për po themi planin me 20 pika, po tashmë të parë në këndvështrimin e palës palestineze dhe të Hamasit, si dhe sigurisht për Rusinë dhe Ukrainën dhe çështjen e centralit bërthamor të Zaporizhjas dhe aspektet e sigurisë të lidhura me këtë çështje. Mirë, ne mbyllim këtu për ditën e sotme, bashkë jemi sërish ditën. Ne do të jemi sërish ditën e martë, deri atëherë mirupafshim.